Pse infermieri, nuk keni këtu infermierë fshat? Kemi infermiere që vjen shpi. Kemi infermieri, po ushëm ajo t'jo bëjshëm. As keni qendër shëndetësore? Keni infermieri, po jo qendër shëndetësore. Jo, s'kemi, s'është bërë akoma. S'është bërë juaj, a? Është që qendër shëndetësore, po prish se e zoni shemë, shemë tjetër nuk është vend tjetër, nuk është bati. Po infermiera shko shtëpi, a? Nuk ka një qendër vetëm. Ka një xhiro. Deri në çfarë ore rri infermierja këtu në fshat? Paradite. Si mas Nëse larg qoftë. Njëri nga ne këtu ku jemi, na ha gjarpri. Si bëhet? Po shpëtoj. Përshëndetje, si gazetar, si media. Morëm shullaj, Algine, Shez, Merci. Po bab. Por direkt, problemi jonë tu 35 vjetë, nuk jemi pa hasit mirë në atë mira që ka jeta jo. Në të dyja E ba rishkun. Që duket që s'ka gjurmë asfalti? Të lutem, na jeta njerëzore. Nuk po them që ta. I bëj lutje komplet që na krypta u fshatit e deri ke Roma. Bjeri përfaqësu që u bën jo rrugë këtu mos u bën. U bizetu, u verifiku në bashkia, po bëni muj çau po dene. Bashkia me mos e duket do gjajnë e rast fatkeqësi të përplasë makinat. Do vdekje viktimare. Igo. Larg qoftë. Këtu po shkohet për të vendos kë do merrnin punë për 4 vitet që vinë. Kush do t'ju pastroj qytetin, kush do t'ju ndriçoj rrugët, kush do të kujdeset për shërbimet, kush do të kujdeset për qerdhet, për kopshtet, për shkollat, kush do të kujdeset për qendrën shëndetësore dhe kështu me radhë. Siç thot populli, Kali nuk shihet nga dhomët, as kandidatët nuk shihen nga boja, po shihen nga fuqia që kanë për të bërë punën. Po deshin karrocat shkojnë përpara, Kal më të mirë se ky nuk keni. Dhe këte duhet ta merrni shumë seriozisht se ja u thot kryekali i Shqipërisë. Na këtu si Europë ne, as i lloj përkaje, farmaci jo. Shkollë jo. As ka shkollë fshati më? Na i zërë që të bëjmë na i mbleja si fshat dhe komplet, ku në rinë ferë. Ja, shikoj si që është të rinë ferë. Se po të ishin punu, funksionu komplet qeveria si që ka punu për vene tjera, këtu dhe ishe boj ven identik si puna beqët. Në preferije gjashtë. Jo, është bukuria është e pamatë. Duam rrugë, nëse ju e keni mësi për kraje, ju faleminderit si gazetar. Faleminderit juve. Shaq rrugën këtu, nuk bëhet problem, ne ashtu vetë, por nuk më verifikuar sepse edhe shteti thosë se kam du televizor, mos në hynë aty se kjo është rruga ime shtetit, po gjigje mu si shtet që do disi privat. Ku të më e lehe? Mi se pa dhe pagohon fjale për investimin që ju e shtrova. Ke frikë se të fusin në burg, thua? Faleminderit për dikrimin edhe. Këto jo me pak lafe ne si Europë, këtu nuk në ka pa asi lloj qeverie e njën e dyta. Deputet vindu sa për marrë votën, pa marrë të deputet, luqin deputetu për votat ty, unë gjitha mirë. I me përbonja 4-5 vjetë, nuk shive deputet, shkjë zonë këtu punë e ti, e në mazalaset këtu që qa halli ka polli, se për rrugë, se për mire ujtën me zita murë më të ujnë, po as rrugë, as farmaci, as shkollë, as zërë. Ka i kishë rremi. Do me thënë, ju jeni gjithçka me forcat tuaja? Me forcat tonë edhe ku i vjen Terezia, po e respektojmë atë parin e që i ka vonë shteti, ka vonë populli dhe shteti. Shiko, pa dashur të ngjallim nostalgji, po për të bërë një krahasim se na takon ta bëjmë. Ka qenë më mirë